Me njëherë në pas luftës, në vitin 2000, përkundër faktit që ka qenë një kaos i përgjithshëm, po edhe një gëzim i madh i kthimin në shtëpia tona edhe në vendin tonë, me njëherë është vërejt praktikisht që po e humbim pronësinë ndaj procesit. Ka pas prostitucion, vjedhje, shkatërrim të pronës publike, e forma tjera të destruktivitetit që në një formë nuk kanë qenë pjesë e vizionit që kur shlirohet Kosova, qashtu ka mu du. Edhe çka bom, u mbledhëm një ditë për kafe praktikisht, edhe tham t'i mbledhim njerëz që kryesisht brengosën për çështjet edhe zhvillimet në komunën tonë, për me bisedu qysh ka mundësi ju adresu që aty në çështjeve mas miri, edhe krejt që ato obligime që i marshim, mrena javës tentojshim me bë diçka për ato punë dhe mandej mu kthy prapë në takimin e ardhshëm. Mas një kohë relativisht shkurt takimeve të rregullta vendosëm mu organizu si organizatë jo qeveritare, e cila në mënyrë principiale ka pas për qëllim mos me marrë fonde prej fondeve ndërkombëtare, po me tregu që na mundemi vetë me organizu, me mbledh shumë të vogla mjeteve prej biznesit, prej qytetarëve, edhe me bë diçka që është 100% e krijuar prej kosovarëve. Një prej projekteve të para që kemi bërë është me ndrru pamjen e parkut të qytetit, edhe prej asaj që ka qenë e lanu në pa mirëmbajtje me kthy diçka që qyteti mund ta ketë sado që je vogël si sipërfaqe ku mundën njerëz me dalë, me pushu, me pas karrika të ulëse të bukura. Kemi ngjyrosur grilat e parkut, kemi pastruar barin, ambientin, kemi vendosur ulëse të reja. Më vonë kemi filluar të përcjellim punën e komunës, të institucioneve të ndryshme. U kemi dërgu kartolina për vitri zyrtarëve komunal ku në ato kartolina qytetarët kanë pas mundësi të shkruajnë nga një porosi. Për veçurimit për vitin e ri, të dërgojnë nga një porosi zyrtarëve se çfarë dëshirojnë të ndryshohet në jetën e tyre të përditshme. Në krejt këto, po them edhe një herë, qëllimi ka qenë me tregu që na kemi mundësi mu organizu, edhe me bë sene që janë të vogla, po kanë domethënie për qytetin, edhe ideja ka filluar të rrit deri në masën kur është profilizuar si organizatë jo qeveritare, e cila kryesisht ka pas për qëllim rritjen e nivelit të pjesëmarrjes qytetarëve në vendimarrje si organizatë dhe natyrisht dhënien e mundësisë që qytetarëve t'ju ndëgjohet zoni para institucioneve të ndryshme. Ne jemi kujdesur që punën tonë ta shtrim në dy nivele. Në nivelin qendror, domethënë të avokojmë tek institucionet qendrore për politika të mira, natyrisht të aspektit sigurisë përgjithshme, dhe gjithmonë kemi mbajtur nivelin lokal për t'i nxitur qytetarët që t'jenë pjesë e atij projekti. Gjatë bisedave, hulumtimit, identifikimit probleme me qytetarë ne ju kemi thënë, nëse ju numëroni 3 problemet kryesore të jetës përditshme, njëri nga ato probleme mund ta zgjidhim ne me fondin tonë që ne kemi në projekt, ndërsa për 2 probleme tjera, varësisht çfarë natyre janë, ne do të avokojmë dhe do të bëjmë presion të fuqishëm te institucionet që ato problemet ju ja të zgjidhen. Po natyrisht jo ne të shkojmë te ata, por ne bashkë me ju të shkojmë së bashku tek institucionet, ose në rastin më të mirë, institucionet i sjellin tek ju, domethënë në fshat, në lagje. Dhe kjo ka funksionuar, Duke parë se në shkollën tonë janë dyert shumë të vjetra dhe shumë të rënda, ka qenë një rrezik permanent për fëmijë. Për çdo ditë vagont e këtyre dyrve janë prish dhe ka pas mundësi që të zënë fëmijë dhe të shkaktojnë dëmtime të rënda. Kemi arrit të vendosim 20 dyrë të reja në shkollë. Në atë fshat ka patur shumë viktima në komunikacion. Kemi hapur një kabinet brenda shkollës që policia të ligjeroj për nxënësit për të rritur vedijen për siguri në rrugë. Kemi avokuar fuqishëm te Ministria e Transportit që të ndërtohet një nënkalim dhe një korridor bashkë me trotuar. Dhe kjo i ka bërë njerëzit më aktiv në atë komunitet, cilët ndoshta edhe kanë humbur besimin se ata nuk mund të kenë ndikimin e duhur për të kërkuar nga qeveria qendrore, domethënë infrastrukturë që mbron jetën e tyre të përditshme. Ka qenë rrethojat e shkollës si problem, ka qenë kafeteritë shumë afër shkollave, kiosket e ndryshme, huliganizmi i pranishëm,
me që ato pak pare që janë konë, është punu në 3 faza. Dhe s'pare është bo zyja, ku na këshim mujtë më taku, mi dhonë atë ideje tona, më vonë ka ndodhë trajnimet, fuqizimin e që atë vetrive për avokimi që është dashke më bo për me ndryshu gjendjen, dhe ma vonë ka ndodhë projektit të mërë dhe vëdhëmë për mesartë. Tani më gjendja është krejtësisht më ndryshe, është normalizu procesin mësimor, me kërkesën tonë ka ndodhë rrethojat, ka ndodhë prezenca policisë, kafeterive është një vendim që mos qitet alkoholi gjatë ditëve të punës, të hiqen karikat nga trotuari, organizmi është reduktuar në shkallë maksimale dhe këto janë disa prej sukseseve tona, që kisha thënë me pak parë shpenzuar me kapacitetin human njerëzor, është mrini vëdësim edhe ta gjendja është shumë normalizuar. Me thonë që kom qenë e fascinume me kvalitetin e informatave që e kishte forumi për iniciativa qytetare në teren. Edhe menoj që gjithsesi programi jon ka përfitu shumë prej inputeve që kemi pas prej fiqit edhe thjesht kemi qenë të lobum prej tyne me u koncentru sa ma shumë në problemet e nxënësve që i ka në përshkolla. Sa i përket çështjes së bashkëpunimit në forumin për iniciativa qytetare, është karakteristike e vetë tyre që ata më tepër angazhojnë sektorin e sigurisë. Me që rast, nga hulumtimet e deri tanishme të tyre dhe të gjetura nga ato hulumtime ne i shfrytëzojmë për analiza tona të gjendjes së sigurisë në segmentet të caktuar dhe hartimet të planeve të ndryshme me qëllimin e ngritjes së gjendjes së sigurisë në vend. Të gjithë pjesëtarët e tyre me cilët ne kemi pas përvojë të bashkëpunojmë kanë qenë mjaft konstruktiv. Çdo herë kanë përfshi opinione, vështrime, analiza, të cilat na kanë hyrë. Gjatë vitit 2002-2003 kemi konstatuar që është e nevojshme të realizohet një projekt me gratë dhe pikërisht për atë ja kemi bërë edhe titullin e projektit Gratë në qeverisjen lokale dhe qeveria lokale për gratë. Ky projekt u është adresu 2 problemeve kryesore. E para ka qenë shkalla e ulët e pjesëmarrjes së grave dhe femnave në marrjen e vendimeve dhe e dyta mungesa e një platforme në lidhje me politikat gjinore në nivel lokal. Krahasim me vitin 2002-2003 kur është zhvilluar projekti, më thonë tash shumë vonë, tash para disa muajve kam vizitu Kuvendi Komunal në Ferizaj dhe kam qenë shumë e kënaqur kur kom pa një numër kaq të madh të grave në udhëheqësi, domethënë në strukturat udhëheqëse të komunës dhe kjo ka qenë një merit, domethënë organizatave jo qeveritare që kanë punuar në këtë fushë për ngritjen e pjesëmarrjes së gruas në vendimarrje. Sot kam një kënaqësi jashtëzakonisht madhe kur flas për punën e fiqit. Kjo sepse isha pjesë përbërëse që nga dita e parë e themelimit. Është ndjenje veçantë kur krahasoj fiqin e vitit 2000 me të përbërë nga një grupi të rinjeve e shumë entuziast, të cilët angazhoheshin për të ndërtuar një të ardhme më të mirë në Kosovën e pas luftës. Dhe tani fiqi ka një ekip po aq entuziast, por shumë më profesionist dhe shumë më të përkushtuar që të përçoj dhe të vënë jetë të njëjtin mision. Nita, mirë dita. Po, ju kom thirrë për m'ju informu që Forumi për Iniciativa Qytetare është hira e 2 që jep çmimin për filantropi në Kosovë, çmimin Fides, edhe kompania juaj ka qenë nominuar për këtë çmim. Gjatë këtyre 2 viteve të fundit, ne krijuam 2 programe të reja, programin për dhënie të granteve dhe atë të zhvillimit të filantropisë, gjë që dëshmon rritjen e vazhdueshme të fiqit. Kjo u befal bashkëpunëtorëve dhe donatorëve tanë, të cilët çdo herë na krijuan hapësirën e duhur të veprimit, duke bërë që ne të krijojmë pronësi mbi projektet tona. I am hopeful that in the years ahead, people in Kosovo will look back on tonight as something of a historic moment. Historic because it is the beginning of the development of a robust philanthropic culture in this country. I feel very strongly about the importance of philanthropy in democratic society. And I look forward to coming back here in the future and remembering this historic night that began the philanthropic movement of Kosovo. Thank you very much.
Fidesi është i vetmi që na ka përkujtu e ka ringjall filantropin kosovare, autentike, kosovare, filantropin e cila ka ekzistu para luftës. Do me thënë atë kohë kur të gjithë ne vullnetarisht i kemi dhënë ka 3% nëse po i kujtohet me organizu shoqërinë tonë, Fidesi është i vetmi që na ka përkujtu një farë mënyre për këtë filantropi edhe ka vendos me i shpërbly njerëzit, kompanit që mas shumë ti ka dhënë pare për projekte të ndryshme të shoqërisë civile. Mendoj që si ide është shumë e mençme edhe nesër mas nesër mendoj që do të vetëmbahemi pikërisht nga ide të tilla të filantropisë kosovare autentike. Këtë e ka bërë fiqi me çmimin që i jep Fides çdo vit. Often when we talk about the NGOs in Southeast Europe, we say that the organizations are donor-driven. And Fitch is definitely one of the organizations that does not fit that description. This is an organization that has truly stayed true to its mission from the very beginning. I know that Fitch does not work with a lot of donors, but and it must be hard sometimes to do that, but it's definitely an organization that has stayed committed to its cause and to its larger vision of democratic Kosovo on its path to the EU. It is because of this commitment, because of the expertise, and because of the relationship it has built with other local NGOs that Fitch is an exceptional organization. And I would like to use this opportunity once again to thank you and again wish you a happy anniversary, good luck, and keep up the good work. Mizioni i Fitchit për të ardhmen është i lidhur ngushtë dhe reflekton nevojat e qytetarëve të Kosovës. Pra që Fitchi të vazhdojë të mbetet katalizator i zhvillimit, promovues dhe mbrojtës i demokracisë dhe nxehtës i qytetarisë proaktive në Kosovë. Të dashur kolegë, miq dhe bashkëpunëtor të Fitchit, urime dhe vjetëror.